Jena 2 veta në makina, të 2 janë 100 ca kile, jo... Jo kështu, që tu ta dim. Se hap krauna, se kalo. Se hap, jo. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini video në radhës. Sot do bëjmë SUV-n më të fuqishme që kena bërë deri tash te kanali, edhe s'ka si të mos jetë BMW më e fuqishmja. Kjo është F95-a, gjenerata G05 e BMW-s, X5, po F95 i thon këty në të mëve, po nuk është stok, nuk është standarde. Ka këtë veshjen satin black, është vesh shumë mirë, nuk është vesh Shqipëri, edhe është e bërë me komplet G-Power Stage 2. Ne kena bo versionin naft 3 të kësaj, G05-ës, po kjo është komplet bish tjetër. Fener ka me lazer. Inshallah s'bim u thy, se këto i bëjnë 2 të përdor një, me distronik normalisht. Kjo është më agresive para, ka këto radiatorat dhe të 2 krahat. Po kështu nga jashtë nuk është se ka në ndryshim shumë të madh kozmetik. Kena bo X6-më competition, po ka qenë stok ajo, shumë e shpejt. Tash këtu para ka ndryshim nga standardja. Kto s'kan ardhur me frena qeramike nga fabrikacioni, kurse kjo është me frena qeramike. Janë vu, edhe duhen për këtë lloj bishe, duhen këto frena qeramike se ajo është shumë e fuqishme edhe është peshë e rëndë. Diset ka 21 para, 22 mrapa, 295 goma gjona edhe para e ka shumë, kurse mrapa e ka 315 qeramike edhe mrapa. Është vu kit me frena qeramike, kushtoj qik edhe ai po pjesë e paketës, shumë e bukur. G-Power, marmita Akrapovic, difuzori poshtë karbon. Kjo ngjyra i shko, kjo veshja, shumë e bukur. Normal këto kamera 360 gradë këto s'bëhet fjalë. Xhamin e ka kështu triplex para, kjo është me keyless go normalisht, hapet pa çels. Tash da shohim motorin, që është pjesa më e rëndësishme. Se kjo është BMW do 2 herë. Arrova. Sa mirë e kanë bërë këtë veshjen. Nuk dallohet fare që s'është ngjyra vetë. E kanë bërë gjitha këto cepat gjonat. G-Power. Ky është C63-shi. Stok këto kanë 625 kuaj edhe 750 Nm thot BMW-ja. Te G-Power ky është Stage 2, ka shku 780 kuaj edhe 960 Nm torque. Është me stock internal, si kanë bërë downpipe, i kanë heqë OPF-n dhe marmitat, ka dhe marmitat Akrapovic. Edhe normal, ECU tun, edhe të cumë bese, edhe kamende e kanë programu. Shumë e fuqishme. Kanë edhe i më mrapa me 820 kuaj të Stage 3, pa aty ja bëjnë hibride turbot më duke. Nuk i marrin turbot që ka vetë, shumë bish. Tash ta shohim edhe interiorin. Është keyless go, pa çels, e mbyll pa çels. Është edhe me dyrë me thithje. Tash tapiserin e ka të ngjashme me X6-ën që bom me competition, edhe ngjyrën në fakt e ka ajse si ajo. Edhe opsionet pak a shumë të ngjashme. Është me Harman Kardon, se ndilet nga masazh, rimeso karboni, me qepje edhe këtu lart, ka këto si romba shumë bukur këtu. X5 me competition, se ndilet normal elektrike me lambar support me gjitha mënyrat për të lëviz kjo para në vete. Këto i ngushto, i afro sa dush, edhe këtu i ngushto, i hapi mbyll sa dush. Lambar support me fryrje në mes për shpinën. Ka këto pjesën X5 më shumë bukur, edhe shumë suportive këto sedilet, i ka të bukur sa dalmi ka këto. Këtu mrena pastaj, timonin e ka këtë me begjen e G-Powerit, ka këto pjesë të karbonit, të janë bome. Pedal shifterat, i ka karbon, nuk është se thjesht janë ngjit të ato të vetat, janë ndrua, janë vu komplet karbon, shumë bukura. Me një më dyshin, të distronikut, të janë të volumit, timoni me ngroje. Shumë e bukur, me qepje komplet cross-koti. Boksit ka Harman Kardon, kanë pas edhe opcion Bowers & Wilkins, që ka qenë në nivel më lart i audios. Edhe këtë pjesën tjetër i mesë karboni komplet, normal ngroje ftoje, vazhdon me qepje gjithë tapiceria. Është lart panoramike e madhe. Ka dhe këtë Sky Lounge që nisën këto si pika lart të tavanit, të xhami, se dia dallon te kamera këtu, po natën duket bukur. Kjo gjenerat ka pas edhe faceliftin që është
komplet ekran. Ky ka 2 ekran nda me pak më ndryshe, po edhe kjo shumë e mirë është. Ke këtë sistemin iDrive BMW që i ka gjitha gjonat. Është ndër më të mirët në treg. Te rrypat ka këto trejat BMW-s. Tavani i lartë është Alcantara. Këtu pastaj ke auto holding, frenat e dorës që i ka elektrike. Ke këtë hill descent control që se përdor njëri njerëz shkon njëri në mal me këtë. Tok e mode, setupin e këto marmitat, auto start stopi, sensor të parkimit, kamera, traction control off, edhe këtu gjithë që kontrolloj drive-in bashkë me shortcutet e veta, leva marshit më, kamion ZF8-ën, super mjet. Në interiori ngjashëm, siç i kanë BMW të tjera, po ka pjesë të karbonit dhe levën e marshit që e ka vetëm mëja kështu. Bëjmë edhe mbrapa. Kjo ka dhe tapetat G-Power, kapat e para, edhe këtu e lloj. Boxet, rimesa, dritat LED interior lighti, me qepje, shumë i pastër. Hapësirë ka këtu. I kanë të sendilen e plot, po kjo si duket ka pak më lart këto mrapa dhe prap shefi çik krahasu me X6-ën që bllokonte pak më shumë. Këtu është klim individualesh me 4 zona, 2 para, 2 mrapa. Sedilet i ka me ngroje, ka hapësirë, fut dritë dhe lart panoramike. Ke vend sa dush. Sendilet mrapa nuk i lëvizin, i ka fikse në vend, po vend i bollshëm, hapësirë ke edhe për komët. Ke hapësirë sa dush edhe për kokën lart normalisht. Ambient i mirë është edhe për këto mrapa, por kjo është për shoferin më shumë. Kjo është makinë që t'japë shoferi të ecë. Ta shohim edhe bagazhin. Kjo e ka split që hapen e ndamë në mes, që kanë pas X5-at. Këtu hapet kjo poshtë. Ka hapësirë, i ul edhe sedilet ndanë në 3 pjesë, ka për këtë ganxhën poshtë e ka kështu elektronike, shumë e mirë është. E mbyll me buton, e bollshme. Tash do e morëm X5-ën me Competition G-Power i Giro, ta shohim si do jetë në performancë. Tash do tentojmë të bëjmë matje me dragi 0-100. Jena 2 veta në makina, të 2 janë 100 ca kile, jo... Jo kështu, që tu ta dim. $200 8.4 0-100 3.8. Se nuk i ka gomat, Si ka pa jo. Gomat që janë për këtë. Supozohet dhe jetë super bish, ka 780 kuaj. Qa raketa është. Dhe më thonë, dhe tashi, më e shpejta nga këto që kena bo, ka jenë Turbo GT, ja? Tash e fika marmitat e kena në komfort dhe shohim se sa tërheq me vërtet kjo. Tash normal makina modhe është gjithë të mdoja. Shohim se dhe jetë tash i kena manuale jetë. Kjo është raketë. Shumë e fuqishme, me kjo do asfalt mirë, nuk është për këto rrugë. Që kena në mënjish, motorin sport, shasin sport, timonin komfort, frenat komfort. Po prap zhurmë në nes, sa i konfigurohet si të dush, edhe ESP-n DSC-n nes e ka. Ke frikë me i dhonë gaz dhe në fund, sa me thonë drejtë, kjo është shumë e shpejt, shumë e shpejt, shumë e shpejt. Si rrëshet. Të zhurën e botë bukur shumë. Ja vlem i marmita këtyne. Stok nuk është të bëjnë shumë zhurën.
Se edhe stoka janë fuqishme të shpejta sa dush janë. Janë më të shpejta se çdo të BMW. Raketa, shumë mirë. Frenat i ka super. Marrë që t'i ndrosh shpejt sa të dush. Shumë zhurë me buë. E dallon frenim peshën, po i ka frenat e mira, se nuk ke super e shpejt, super e shpejt. Ka dhe tork shumë tashi. Sa ullë shpejtësim farë, shumë. Tërheq. Raket fare. Edhe më thonë në gjitha xhirot ka fuqi sa të dush, nuk është se pa bëu downshift fare. Kjo është e bo me tamam proper, e ka bo G-Power, ja ka bo gjitha gjonat nga G-Power. G-Power është tuner që ka bo, që ka modifikuar BMW-t shumë ndër vite, edhe ndër tunerat më të mirë, dhe që ka mbjetu se ka pas shumë, po ka falimentu shumë nga këto tunerat e tjerë. Ka pas, që ka pas, Haman, nuk e të zbomo Haman i fare të shi. Ka pas AC-Schnitzer, qas ka pas? Po kanë ika do, kanë falimentu. Luma ka qenë, Luma Design, e që s'ka pas. Po G-Power ka qenë shumë nga ana, është fokusu të ana motorit më shumë, e performanca. Jo vetëm të luku si se kanë pas ramenën atë shumë. G-Power për herë të performanca ka qenë fokusu më shumë edhe ka pas bo atë Hurricanein më pesën e 60 me 2 supercharger. Ajo është, Talano është asot makina më e shpejt në botë, po jo fabrikës. Po kjo është të se di, raket fare, se është 2 tonë, 400 kg makinë, mas më shumë. Edhe me këtë lloj performance. Është e rrezikshme, kaq e shpejt sa është. Po prapë po e përmend se është shumë e rëndësishme frenat. Është gjoja më e mirë. Këto frenat ceramike, ta çosh makinën gjithë të ku e fuqi, është patjetër duhet mi pas frenat. Sa e shpejt, s'postohet e bëhe me diferencial mrava, po s'po ma mu të shi me thonë drejtën. Mos të rejkot. Sigur tenton me këshu. Sigur se shumë e njit me në rrugëlla. Se mërë vesh këtë lloj ndjesie. Apo është kjo rear wheel steering që ta jep, se di. Po Porsche që së duket e këshu olla, se mërë vesh. Kjo është pra autostrada, mi shkatru gjitha frestradat e tjera. E pastaj thonë BMW-a barake. Po het, o daj! Qa parakalimi është këmë? Ta që do bëjmë edhe myllin e X5-ës më Competition G-Power. E patë edhe launch që besoj, ka gomat e dimrit, edhe ndiko shumë.
Gjiro s'merr lanchin mirë. 3.8 nxorrëm ne me matin këtu më të mirë. 2 herë që e provum. Herën e parë s'na e mori, shke 4.4 se s'kishte shkru 4-wheel drive sport ajo, si kishim qua aty. Herën e 2 3.8, 2 vetan makinë po është me goma dimri, edhe nuk niset siç duhet. Edhe kjo është arsyeja pse mu më duket se tash e mora vesh kur më tha pronari që është me goma dimri. Nuk më duket shumë stabil në shpejtësi të madhe në kthesa, po gomat janë kryesore, kështu që ndikojnë shumë, edhe kjo është arsyeja që edhe mu më duke jo fort stabil sigurisht të makina shumë e ngjitme me rrugën. Që gomat janë shumë të rëndësishme. Kjo duhet me dalë të 3.2-shit sigurt, më pak 0-100-ën, po do gomat tamam të vetat, gomat e verës. Tash si makinë është super mjet, kafsh. Do doja të kishte pas gomat e verës që ta kisha me don konfidencë pak më shumë kur hec, po prap shumë e shpejt, shpërthime të frikshme fare, shumë e shpejt. Në kthesa prej gomave, merr kthesa ca dush, boll shpejt heca dhun, po mund të jetë edhe më e shpejt me gomat e dhura. Po nga ana dinamike pastaj në shasi soi është ajo si gjashta më competition që kena bo, po për fuqi është shumë e shpejt, kafsh fare. Për në vit drejt është më e shpejt nga gjitha first rad që kena provu, në vit drejt është edhe më e shpejt se Turbo GT-ja, po prapë unë Turbo GT-n zgjedh në kthesa është më mirë Turbo GT-ja se është divizioni GT, është gjë tjetër ajo. Me modifikua dhe atë pastaj normal edhe ajo ka shkon nivele tjera, po kjo është shumë e mirë. Pra po e përmeni 100 herë frenat qeramike shumë të rëndësishme, 35 mijë kanë bo frenat saj. Nuk kanë pas si opcion, s'vip se ka vu BMW atë X5M edhe X6M si opcion, kjo ka nevojë se gjitha e makinë, po është gjëra më e mirë, ndër investimet më të mira në ato. Është shtrenjtë, po duhet më ndru ferrota çdo 3 muaj pas pata atë edhe s'jap atë sigurinë se tik makina s'frenon, nxefen frenat, kurse te kjo jo. Se di si u duk ju, është tuner tamam G-Power normal, është bo tamam, nuk është se thjesht ka stage, po edhe me stage për ja bo durën, ja rrit fuqin, për kjo është bo proper. Shpresoj të ketë pëlqyer video, nëse s'keni bo subscribe boni edhe follow në Instagram dhe në TikTok. Tash kena edhe vendin ton për pjesë këmbimi në Angli Alcar Park, se kam marrë vendin e keni tamam. Boni follow dhe aty çfarë duhen pjesë pasjell. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.